BE-ja mund ta mësoj nga Shqipëria. Shumë mësime. Për të vepruar si një etar dhe për të arritur një konvergjencë gjithçka që ka të bëjë me sigurinë e sigurimin, që në fakt nuk është rasti. Deri tani ka shumë me cejak kur vjen fjala për informacione dhe të dhëna, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, jo vetëm që të përforcohet aspekti ushtarak, por edhe që të ketë një plan paqeje europian. Kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur pas Bashkimit Evropian vet. Është ardhmja e Europës, sa më shumë të ecim në këtë drejtim, aq më mirë do të jetë, sepse ndërkohë të tjerët po shfaqen mjaft të fuqishëm dhe e gjithë Europa në tërësi është një masë e madhe sa i takon njerëzve, ekonomisë, dhe duket shumë e dobët pikërisht sepse nuk është e gjitha bashkë. Prime Minister, si do të jetë bashkëpunimi me Shqipërinë, sidomos për energjinë? Azerbajxhani dhe Shqipëria kanë tashmë një marrëveshje paqe, se ishim në luftë, tash jemi në paqe fantastike. Por çfarë mendoni për procesin e paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë? Mendoj që është diçka fantastike, sepse ka qenë në pritje për një kohë të konsiderueshme, ndodhi dhe nën drejtimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe nxitjes së fundit nga presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse duhet ja japim meritën për